Një tjetër hapësirë publike e qytetit të Vlorës, e cila duhet të ishte dedikuar veçanërisht për qytetarët, prej muajsh me radhë, është kthyer në një parkim publik të qytetit, në fillim të shëtitores lungomare, poshtë diskut fluturues, i krijuar si atraksion turistik për qytetin, parkojnë çdo ditë me 10 automjete. Makina këto të cilat janë të qytetarëve të Vlorës, administratorëve aty të bizneseve, pushuesve që vinë në Vlorë. Aty e lën makinën, gjithashtu edhe turistët e huaj që duke parë këtë shesh të mbushur me automjete, e ngatroi me një parkim të aprovuar, duke parkuar edhe ata vetë aty. Madje prej muajsh është kthyer në diçka normale parkimi i automjeteve në këtë vend, aq sa edhe vetë një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve të Vlorës e cilësojnë këtë hapësirë si një parkim publik, duke mos patur informacion se është një vend ku duhet të qëndrojnë dhe ecin vetëm qytetarët dhe jo makinat. Etja për parkime publike në Vlorë ka bërë që shumë sheshe të qytetit, pjesë të projekteve madhore të Vlorës, të pushtohen nga automjetet. Në Vlorë mungojnë parkime publike dhe ky është një realitet i cili perceptohet shumë thjesht tashmë. Kjo gjë ka bërë që drejtuesit e mjeteve, duke mos patur një vend se ku të parkojnë makinat, i lënë ato ku të mundin, pa asnjë kriter, duke mos pyetur për këmbësorët. Automjetet sigurisht që zën vendin dhe rrugën e këmbësorëve, duke bërë që këta të fundit të kenë mundësi të reduktuara për të kaluar. E pamundur që në shëtitore të kalorës sot pa u ndërprer nga automjetet që parkojnë aty kudo. Çdo ditë në këtë vend nuk mungojnë as gjobat, me efektiv të policisë që sigurisht për të plotësuar kriterin e numrit të gjobave, ndëshkojnë aty qindra drejtues të automjeteve, duke e kthyer në një vend të zakonshëm ku kushdo ndëshkohet, por as ndëshkime të shumta. Gjobat e majme, me sa duket nuk e kanë dalur fenomenin, nuk e kanë dalur parkimin e këtyre mjeteve në këtë vend. Nga ana tjetër, aty shihet edhe një realitet as pak dinjitos për vetë projektin dhe vijën turistike të Vlorës, një objekt i ndërtuar disa vite më parë, i cili ishte parashikuar si një atraksion turistik, por sot nuk ka asnjë funksion. Një strehë e krijuar për qytetarët, për t'i mbrojtur ata kryesisht gjatë ditëve me reshje shiu, e cila të vetmet që mbron sot janë makinat e parkuara aty çdo ditë.